Të dashur vëllezër e motra të familjes ICF-Fier dhe ju miq që na ndiqni online. Shpresojmë të keni kaluar një javë të qetë së bashku me të afërmit tuaj. Sot ne jetojmë në një botë të trazuar, në një botë të pasigurt. Dhe jo vetëm kaq, por vazhdimisht kërcënohemi nga forca të mbinatyrshme dhe nga vetë njerëzit që jetojnë në planetin tokë. Shumë prej nesh janë të shqetësuar sot. Janë të shqetësuar për punën, janë të shqetësuar për shëndetin e tyre, janë të shqetësuar për sigurinë e tyre dhe janë të shqetësuar për të ardhmen e tyre. Shpesh dëgjon se e ardhmja është e frikshme. Do të ketë zibuka, thuhet, do të ketë luftra, ndoshta një çip që do të vendoset në dorën e njeriut, në trupin e tij për të kontrolluar sjelljen e tij, një damk në dorë ose në ballin e njeriut për të monitoruar sjelljet e tij. Dhe ata që nuk e kanë, ndoshta nuk do të bëjnë dot tregti, nuk do të blejnë apo nuk do të shesin. Ajo që na transmetohet sot në për rrjetet sociale apo në media është e frikshme, është e tmerrshme. Është një llatare vërtet se çfarë pret njerëzimin në të ardhmen. Disa prej tyre ne i shohim sot me sytë tanë. Dhe të gjitha këto na vendosin në vështirësi, na bëjnë të mendojmë për të ardhmen dhe sigurinë tonë. Kohrat ndryshojnë, stinët ndryshojnë dhe sjelljet e njerëzve ndryshojnë vazhdimisht. Por në mes të kësaj trazire dhe në mes të kësaj pasigurie të madhe, ne si njerëz kemi një zgjedhje. Të friksohemi dhe të shqetësohemi apo të vendosim besimin ton tek Perëndia. Jezus Krishti bëri një deklaratë fuqishme që do të ndryshonte jetën e miliona njerëzve përgjithmonë. Dhe koha në të cilën ai e bëri deklaratë, shumë njerëz pyesnin se kush ishte ky njeri. Deklarata që Jezus i bëri ishte kjo: unë do ta ndërtoj kishën time dhe dyert e ferrit nuk do ta mundin atë. Jezus i e bëri këtë deklaratë kur njerëzit kishin pikpyetje për këtë njeri. Kush është ky njeri që thotë se është qengji i Perëndis, që është biri i Perëndis, që thotë se do të heqë mëkatin e botës? Jezusi e dinte se kush ishte. Ai do të bëhej qengji i sakrificës që do të pagonte për mëkatet tona e do të shkonte në kryq, por jo vetëm kaq. Do të vdiste, do të ringjallej ditën e tretë për ne të gjithë. Bibla thot Krishti vdiq për mëkatet tona dhe u ringjall për justifikimin ton. Edhe njerëzit vinin në pikpyetje se kush është ky njeri që shpall një gjë të tillë, dhe deklarata që Jezusi bëri vuri shumë njerëz në mendime. Madje Bibla thot armiqtë e Jezusit në atë kohë nuk ishin njerëzit që ndoshta nuk besonin apo ateistët e asaj kohe, por drejtuesit fetar, të cilët kishin uzurpuar pozita dhe ishin duke i keq drejtuar njerëzit. Por Jezusi i pyeti dishepujt e tij, ndërkohë që ishte në një krahin që quhet krahina e Cezares së Filipit. Dhe Jezusi i pyeti dishepujt dhe i thot: kush thon njerëzit se jam unë? Dhe ata thanë: disa thonë se je Gjon Pagzori, të tjerë Elia, të tjerë thonë se je Jeremia ose një nga profetët që do të vinë. Dhe ai u tha: po ju, ti, kush thua se jam? Ju, kush thoni se unë jam? Dhe Simon Pietri duke përgjigjur i tha: ti je Krishti, biri i Perëndis. Dhe Jezusi i përgjigjet Pietrit kështu: dhe unë po të them se ti je Pietri. Pietr vjen nga fjala greke që do të thotë pjetra ose shkëmb, gur. Mbi këtë njohuri që ti ke, Pietr, se unë jam biri i Perëndis, se unë jam Krishti, se unë jam shpëtimtari, tha Jezusi, unë do ta ndërtoj kishën time dhe dyert e ferrit nuk do ta mundin atë. Unë sot dua t'u flas juve për kishën, kisha e Jezus Krishtit, të cilën dyert e ferrit, portat e ferrit nuk mund ta mundin atë. Kjo deklaratë do të bëhej themeli i ndërtimit të kishës mbi tokë. Jezusi hodhi para dishepujve planin e tij për lëvizjen më të madhe që ka nisur ndonjëherë dhe që nuk do të kishte mbarim kurrë. Së pari le të kuptojmë se kush po e ndërton kishën. Kisha nuk është prona e askujt. Ajo është pronë e Perëndis dhe është marrë përsipër nga vetë Perëndia për t'u ndërtuar në bashkëpunim me ne njerëzit. Jezusi tha: unë do ta ndërtoj kishën time dhe portat e ferrit nuk do ta mundin atë. Pra kisha është e tij. Kush e ndërton kishën? Jezusi tha: unë e ndërtoj kishën time. Por çfarë është kisha? Fjala kish vjen nga fjala greke eklesia, që do të thotë një mbledhje njerëzish, një grumbull njerëzish të mbledhur së bashku për një qëllim të caktuar. Mateu 16:18 thotë:
është vargu që ne sapo lexuam, do të jetë vargu kyç për mesazhin që un kam sot për ne të gjithë. Unë do ta ndërtoj kishën time dhe dyert e ferrit nuk do ta mundin. Në momentin që Jezusi e bën deklarat, ai ndodhet në këtë krahin bashkë me dishepujt e tij. E le ta shpjegojmë pse Jezusi pikërisht zgjodhi këtë vend për të bërë një deklarat të tillë. Cezarea Filipit ishte një krahin ku njerëzit adhuronin demon të ndryshme. Edhe shumë njerëz barinj kishin ndërtuar një qytet të vogël, pasi kishin zbritur nga krahina të ndryshme, kishin ngritur një qytet të vogël në atë krahin. Por gjithashtu në këtë krahin ndodhej një shpellë ku njerëzit bënin flijimet e tyre, bënin sakrificat e tyre kundër drejt perëndisë së tyre, perëndis Pan. E ky ishte një idhull që nuk adhurohej në tempull, në ndërtesa të bërë nga duara e njerëzve, por adhurohej në për guva, në për shpella, në për male. E pikërisht në këtë vend Jezusi u thot dishepujve të tij: unë do ta ndërtoj kishën time dhe portat e ferrit nuk do ta mundin. E në këtë krahin ndodhej një shpellë ku gjatë verës mbushej me ujë, për shkak se bora shkrinte në male, uji mbushte, filtrohej në përmal dhe mbushte këtë shpellë. Në këtë shpellë njerëzit vinin dhe thernin dhi ose cjep, të cilët pasi i thernin i hidhnin në këtë shpellë. Dhe nëse kafsha do të zbriste poshtë në ujë, do të fundosej, do të thoshte se ky perëndi i rrem, ky idhull e kishte pranuar sakrificën e tyre. E normalisht dihet që një kafsh do të fundosej, sepse do të mbushej me ujë, mushkrit e kafshës do të mbusheshin me ujë dhe do të fundosej. Por disa kafsh ndoshta nuk fundoseshin. Dhe ky ishte një ritual që njerëzit e bënin vazhdimisht. E pikërisht, në këtë krahin, Jezusi zgjodhi të hedhë themelet e kishës, të bëjë këtë deklarat që do të bëjë një themel, një gur i qoshes për kishën e ardhshme. E ashtu si në atë kohë, miq të dashur, shumë njerëz sot janë idhujtar. Idhujtaria në atë kohë kishte skllavëruar shumë njerëz. E ndoshta shumë prej nesh sot nuk din ku të besojnë. E shohim njerëz që rendin mbas idhujve, rendin mbas vendeve të shenjta. Njerëz të ndryshëm që kërkojnë stre, kërkojnë begati, kërkojnë siguri dhe nuk din ku të shkojnë. Në mes të gjitha këtyre trazirave, frikrave, idhujtarisë që sa vjen dhe rritet, pyetja është: si mund t'i bëj ballë kisha dhe ajo të mbijetoj? Si mund t'i bëj ballë kisha të gjithë kësaj trysnie, gjithë këtij presioni, gjithë kësaj idhujtarie që ndodhet në botë, dhe megjithatë të mbijetoj, dhe jo vetëm të mbijetoj, por të lulëzoj. Vëllezër të dashur, miq, Jezusi e bëri këtë deklarat për të na dhënë një shpresë të patundur. Unë do ta ndërtoj kishën time dhe dyert e ferrit nuk do ta mundin. E para, kishës i është dhënë fuqi, që kisha jo vetëm të mbijetoj, por të lulëzoj. Zoti e ka pajisur me fuqi. Kishës i është dhënë fuqi. Me deklaratën e tij, Zoti Jezus ofron pamjen e një fushë beteje. Ndërsa meditoja mbi fjalën mund ose mundje, mundi, pra tham, unë do ta ndërtoj kishën time dhe dyert e ferrit nuk do ta mundin. Me këtë pamje na vjen ndërmend një fushë betejë. Ndoshta dy njerëz të fuqishëm që përleshen së bashku, por te veprat e apostujve, menjëherë mbas ringjalljes së Jezusit lexojmë këto vargje. Veprat 1:8 thotë kështu: ju do të merrni fuqi. Do të merrni fuqi kur fryma e shenjtë do të vijë mbi ju dhe do të bëheni dëshmitarët e mi në Jeruzalem, në gjithë Juden, në Samari dhe deri në skajin e dheut. Është pamja dy njerëzve që luftojnë me njëri tjetrin, dy njerëz që përplasen së bashku. Është pamja dy ushtrive, është pamja dy botëve që konfliktohen, konfrontohen me njëra tjetrën. Kisha është duke u përleshur me forcat e errësirës, por jo në fuqinë e saj, në fuqinë e frymës së shenjtë. Kisha mund fitoj vetëm nëse ka fuqi, dhe Perëndia nuk e ka lënë kishën pa fuqi. Ai që ka fuqi më shumë është ai që fiton, ai që duron, ai që lufton dhe ai që nuk dorëzohet fiton betejën. Edhe kisha ka një betejë që duhet të bëj. Por thash, këtë në fuqinë e frymës së shenjtë. Dhe lufta jo nuk është kundër njerëzve. Bibla thot lufta jo nuk është kundër mishit dhe kundër gjakut, por kundër frymrave të mbrapshta në vendet qellore, kundër principatave, pushteteve të errësirës që veprojnë sot në botë. Pra mbani mend, njerëzit nuk janë armiq, tan
janë vëllezërit tanë, janë të dashurit tanë. Për frymrat që fshihen mbas kësaj bote, që operojnë, që ndoshta me sy tanë ne nuk shikojmë. Lufta jonë është me këto forcat e errësirës. Perëndia i ka dhënë fuqi kishës dhe është fuqia e frymës së shenjtë tek çdo besimtar, që na fuqizon ne çdo ditë për të jetuar një jetë në fitore. Jezus i tha, kur unë të shkoj, do t'ju dërgoj juve frymën e shenjtë dhe nuk do t'ju lë vetëm, pra nuk do t'ju lë vetëm, nuk do t'ju braktis, madje nuk do jeni pa forcë, pa fuqi, po përkundrazi, do t'ju fuqizoj, do t'ju jap fuqi, do t'ju mbush me fuqi. E Bibla thot, kur discepujt ishin duke pritur, befas nga qielli fryma e shenjtë zbriti dhe mbushi dhomën, thot Bibla, dhe mbi njerëzit, mbi apostujt, u duk një si gjuhë zjarri, që do thot fryma e shenjtë e Zotit zbriti tek besimtarët, për t'i fuqizuar ata, për të ndërtuar, për të themeluar kishën që nuk do të kishte kur fund, dhe portat e ferrit nuk do ta mundnin kur. Te Vepra 2:1 deri vargu 2 lexojmë kështu: kur erdhi dita e rrshajeve, ata ishin të gjithë bashkë në një mendje të vetme, në të njëjtin vend, dhe befas nga qielli erdhi një ushëtim, si ajo një erë që fryn furishëm, dhe mbushi gjithë shtëpinë ku ata po rrinin. Dhe jo vetëm shtëpinë, po mbushi shpirtrat e këtyre njerëzve që ndiqnin këtë Jezus i cili bëri një deklaratë dhe tha, unë do ta ndërtoj kishën time dhe portat e ferrit nuk do ta mundin kur. Kush ishte kjo erë e fuqishme? Ishte fryma e shenjtë që zbriti mbi apostujt. Kjo është fryma e shenjtë që na fuqizon ne për të shpërndarë lajmin e mirë të Jezus Krishtit në këtë botë të humbur. Bibla thot, gjithë krijimi rënkon dhe mezi pret shfaqjen e bijve të Perëndis. Me padurim bota pret që ne të shfaqemi për të shpërndarë lajmin e mirë të Jezus Krishtit. E ndërsa kisha e parë persekutohej, ja si u lutën discepujt. Tek Veprat 4 lexojmë vargjet 29 deri në 31. Dhe tani, o Zot, shqyrto kërcënimet e këtyre njerëzve dhe lejo që shërbëtorët e tu të kumtojnë fjalën tënde me plot çiltërsi, ta kumtojnë fjalën tënde, ta shpërndajnë, ta flasin fjalën tënde me çiltërsi, duke shtrirë dorën tënde për të shëruar dhe të kryen shenja dhe mrekulli në emrin e birit tënd, Jezusit. Dhe mbasi që e lutur, vendi ku ishin mbledhur, thuhet, u drodh, dhe të gjithu mbushën me frymën e shenjtë dhe e shpallnin fjalën e Perëndis me çiltërsi, me fjalë të tjera, me guxim, me autoritet. Pse? Sepse e dinin se Perëndia kishte premtuar dhe atë që Jezusi tha. Dhe këtë gjë e tha njëri që u ringjall prej së vdekurish. Unë do ta ndërtoj kishën time, portat e ferrit nuk do ta mundin. Dhe shpallnin fjalën e Perëndis me çiltërsi. Pra ajo që shohim është se kishës i është dhënë fuqi, kisha nuk është vetëm, prandaj është një kishë triumfante. Një kishë e fuqishme, një kishë e fortë, një kishë me influencë. Perëndia ka planifikuar që kisha jo vetëm të mbijetoj, por të lulëzoj dhe të rritet vazhdimisht. Ajo që shikojmë vëllezër, se Zoti e fuqizon kishën vazhdimisht për të përmbushur misionin e saj në tokë. Luka 10:9 Jezusi u tha discepujve, ja, ju dhash pushtet, që do të thotë fuqi. Ju dhash fuqi të shkelni për mbi gjarprinj dhe akrepa dhe mbi çdo pushtet armikut dhe asgjë nuk do të mund t'ju dëmtoj. Tani kjo fjalë pushtet në fjalën greke do të thotë dinamit. Pra nga ne marrim fjalën dinamit, që është një forcë shpërthyese, eksploziv, shpërthyese. Është fuqia e frymës shenjtë brenda nesh që na fuqizon për të jetuar një jetë në fitore. Pra që kisha të jetë triumfante, që kisha të jetojë në fitore, Perëndia e ka pajisur me fuqi. E dyta, kishës i është dhënë fuqi, jo për të bërë spektakël. Kisha nuk është një vend argëtimi për njerëzit, por është një altar ku njerëzit mblidhen dhe adhurojnë krijuesin e tyre. Adhurojnë Jezus Krishtin, birin e Perëndis, i cili vdiq dhe u ringjall të tretën ditë dhe është i gjallë sot. Kishës i është dhënë dëshmi për të dëshmuar lajmin e mirë. Tek Luka 4 lexojmë për Jezusin, ndërsa Jezusi kishte po hynte në shërbesin e tij. E thuhet kështu: dhe Jezusi në fuqinë e frymës u kthye në Galile dhe fama e tij u përhap në mbar krajinën përreth. Dhe ai mësonte në sinagogat e tyre, i nderuar nga të gjithë njerëzit. Pastaj erdhi në Nazaret, ku ishte rritur, dhe si kishte zakon, ditën e shtunë hyri në sinagogë dhe u ngrit për të lexuar. I dha në dorë librin e profetit Isaia, e hapi dhe gjeti vendin ku ishte shkruar:
dhe thoshte kështu: Fryma e Zotit është mbi mua, sepse ai më vajosi për të ngjillizuar të varfërt. Ai më dërgoi për të shëruar ata që kanë zemrën të thyer, për të shpallur çlirimin e të burgosurve dhe kthimin e të parit të verbërve, për të çliruar përsëri të shtypurit dhe për të predikuar vitin e pranueshëm të Zotit. Shikoni si e përmblodhi Jezusi misionin e tij. Unë erdha për të ngjillizuar, erdha për të shëruar, për të shpallur, për të çliruar dhe për të predikuar vitin e pranueshëm të Zotit. Kisha e ka misionin të qartë. Jezusi e bëri shumë të qartë për ne të gjithë. Ne kemi një dëshmi që duhet ta tregojmë, të bëhemi dëshmitarët e asaj që Perëndia ka bërë për ne. Gruaja që takoi Jezusin tek pusi i tregoi dhe Jezusi i tregoi asaj për jetën që kishte bërë. Menjëherë sapo Jezusi i tregon asaj për jetën që kishte bërë, ajo shkon tek të afërmit e saj. Eja tu tregoj, thot. Eja tu tregoj atë që më tha gjithçka kam bërë. Në këtë moment, ajo është bërë dëshmitare e asaj ndodhie, është bërë dëshmitare e asaj ngjarje, është bërë dëshmitare se ka takuar shpëtimtarin e saj. Filipi në Bibël është një shembull klasik. Veprat 8:26 thot: Dhe një angjëll i Zotit i foli Filipit duke i thënë: Çohu dhe shko drejt jugut, në rrugën që nga Jeruzalemi zbret në Gaza. Ajo është e shkret. Vini re fjalën e shkret. Sot më shumë se kur ne rrethohemi nga njerëz që jetojnë në një gjendje të shkret, ndoshta një grua e ve, një jetim, një i varfër, një i shtypur që ka nevojë për ndihmën tonë, për zërin tonë të dëgjohet, për dorën tonë për ta ndihmuar, për të kujdesur për të. Kush do të dëshmojë këtyre njerëzve? Nëse jo ne. Dhe kur? Nëse jo ne. Pra, le të dëshmojmë këtyre njerëzve. Sot dhe le ta bëjmë ne. Kishës i është dhënë fuqi për të dëshmuar për Perëndin. Isaia 6:8 thot: Pastaj dëgjova zërin e Zotit që thoshte: Këtë dërgoj dhe kush do të shkojë për ne? Profeti Isaia i përgjigjet thot: Zot, ja ku jam, më dërgo mua të dëshmoj për ty. Edhe sot e kësaj dite, Perëndia është duke kërkuar për njerëz që do të shkojnë e do të dëshmojnë. E ndoshta do duhet të paguajnë një çmim që kur se kishin menduar se duhet ta pagonin. Kisha e hershme lindi nga Jezusi dhe 12 dishepujt e tij. Dhe shikoni për masat e kishës globale sot. Është grupimi më i madh i njerëzve në të gjithë botën që sa vjen dhe rritet. Mbretëria e Perëndis, kisha e tij nuk ka ndaluar kur së rrituri. Ajo është duke u rritur vazhdimisht dhe vazhdimisht. Tek Danieli lexojmë te kapitulli 2. E Danieli thot kështu: Ndërsa shikoja një gur u shkëput, por jo nga dora e njeriut, dhe goditi figurën në këmbët e saj prej hekuri dhe argjile, dhe e coptoi. Atëherë hekuri, argjila, bronzi, argjendi dhe ari u coptuan bashk dhe u bën si kope byku në lëm gjatë verës. Era i mori me vete dhe nuk u gjet më asnjë gjurmë prej tyre, por guri që kishte goditur figurën u bë një mal i madh që mbushi tokën. E ky është një lajm i mirë, miq. Ky është një lajm i mirë sepse ky gur që u bë një mal i madh dhe mbushi tërë tokën është kisha e Zotit Jezus. Prandaj thash në fillim, Jezusi tha: unë do ta ndërtoj kishën time. Edhe ajo që Danieli shikon këtu në këtë vegim, thot që një gur u shkëput, por jo nga dora e njeriu. Pra Perëndia është ai që inicioi këtë lëvizje të madhe, kishën e tij, dhe ai do ta ndërtojë atë. Armiku është përpjekur për vite me radhë, mira vjet, për ta shkatëruar kishën. Hitleri nuk e bëri dot, persekutimi në mesjet nuk e bëri dot, komunizmi nuk e ka bërë dot, as persekutimi dhe as gjë tjetër nuk ka ndalur kishën të vazhdojë misionin e saj. Te Veprat 17 lexojmë kështu: Mbasi i rrahën dishepujt, i tërhoqën zvarr nëpër qytet, pasi ata kishin predikuar ungjillin. Thuhet kështu: por mbasi nuk gjetën asnjë gjë të keqe tek ata, i hoqën zvarr Jasonin dhe disa vëllezër përpara krerëve të qytetit, duke thirrur: ata që e kanë bërë rrëmuj botën, kanë ardhur edhe këtu. Shikoni si kisha ruajti fokusin dhe misionin e vet. Shkuan kudo, përhapën lajmin e mirë të Jezus Krishtit dhe ndoshta paguan edhe me jetën e tyre. E kam thënë herë tjetër dhe po e them sërish sot. Kisha, historia e kishës është shkruar me gjakun e martirëve.
E ndoshta si kish sot, ne duhet mendojmë drejt se nuk ka asnjë persekutim. Bibla thot, as sëngjit, as vdekja, as thellësit, as lartësit, as shpata, as uria nuk mund të na ndaj nga dashuria që Zoti ka për ne, dhe nuk mund të na ndali as nga misioni që ne kemi. Besimtarët e kishës së hershme ishin njerëz të zakonshëm, si ty dhe unë, të cilët ju përgjigjen thirrjes së Jezusit për të shkuar në të korrat. Jezusi tha, ngrini syt tuaj, e korra është e madhe, por duhen punëtor. Kisha e ka misionin të qartë, e korra është e madhe dhe po pret. Sot është mundësia jonë. Është mundësia jonë të shkojmë tek ata njerëz që janë duke vuajtur dhe ka nevojë për shpëtimin e Zotit, ka nevojë për faljen dhe për ndihmën e Tij. Nëse nuk e bën kisha, kush do ta bëj? Nëse nuk shkon ti, kush do të shkoj? Nëse ne nuk predikojmë, si do të besojnë njerëzit? E si do të dëgjojnë ata? Një popull që fle, vdes. E besoj që e mbani mend këtë shprehje nga një film shqiptar. Por unë gjithashtu po ju them sot, ju miqve të mi, besimtar, një kishë që nuk dëshmon, humbet. Ju kujtohet historia e Gostisë së Madhe? Mbreti thot, dilni në për rrugë, mblidhini të gjithë rrugëve të qytetit, në për garde, në për sheshe, në për rrugica, i gjeni dhe i sillni dhe le të bëjmë një festë të madhe. I bëni të vinë të shtëpia e Zotit që të jetë plot. Perëndia me zipret që të humburit të kthehen, por nëse ti dhe unë nuk shkojmë, kush do ta bëj? E treta, ne jemi thirrur të shkojmë, vëllezër, të shkojmë deri në skajin e dheut, thot. Ju dash fuqi për të predikuar ungjillin nga Jeruzalemi deri në skajin e dheut. Në fillim thash se kisha e ka misionin të qartë dhe mbretëria e Zotit është duke u rritur vazhdimisht. Tek vepra 8 lexojmë, ju do të merrni fuqi kur fryma e shenjtë të vi mbi ju. Dhe pjesa e fundit e vargut thot, dhe do të bëheni dëshmitarët e mi në Jeruzalem, në gjithë Juden, në Samari dhe deri në skajin e dheut. Pyetja është, ku dërgua kisha? A duhet të shkojmë sot në Jeruzalem? A duhet të shkojmë sot në Jude? Apo në skajin e dheut? Unë mendoj këtë dhe besoj fort. Letja fillojmë aty ku jemi. Tek prindrit tanë, vëllezrit dhe motrat tona, tek lagja jonë, te fshatrat ku ne jetojmë, në qytetin tonë, në kombin tonë, në dasht. Zoti, le të shkojmë për te i kufive tanë, por le ta nisim aty ku jemi. Jeruzalemi yt mund të jetë shtëpia jote, qyteti yt, lagja, prindrit, vëllezrit, motrat e tu. Shkoni pra, tha Jezusi në fund tek Mateu, shkoni pra dhe bëni dishepuj nga të gjithë popujt, duke i pagzuar në emër të Atit, të Birit dhe të Frymës së Shenjtë, dhe duke i mësuar të zbatojnë të gjitha gjërat që unë ju kam urdhëruar. Dhe ja, unë jam me ju gjithë ditët, deri në mbarim të botës. Kish, ty të është dhënë fuqi, dhe të është dhënë fuqi për të dëshmuar për Krishtin Jezus, që vdiq për mëkatet tona dhe u ringjall për justifikimin ton, dhe na është dhënë fuqi për të shkuar deri në skajin e dheut. Por le t'ja nisim nga shtëpia jonë, le t'ja nisim nga familjarët tanë, vëllezërit, motrat, miqtë tanë të afërmit, kushërinë tanë, lagja jonë, qyteti ynë dhe kombi ynë. Miq, shpresojmë që t'jeni inkurajuar sadopak nga ky mesazh, dhe nëse jeni inkurajuar, ju mund ta ndani ata me të afërmit tuaj, me shokët, me shoqet tuaja. Ne do të dëgjojmë sërish dhe deri herën tjetër. Perëndia ju bekoft. Mos harroni të bëni subscribe kanalin tonë në YouTube, ICFFier, por gjithashtu edhe faqen tonë në Facebook. Perëndia ju bekoft, miq dashur.